Si ndalohet kjo? Kjo ndalohet me një plan konkret, siç ka Partia Demokratike në këtë rast. Unë jam shumë krenar që kam qenë një ndër autorët e shkrimit të riaddësimit shqiptarëve, kujdes, jo ripopullimit, ne nuk kemi për ripopullim. Për ripopullim është Edi Rama, që të largojmë shqiptarët nga Shqipëria dhe të sjellim këtu njerëz botës tretë, siç ishte marrëveshja. Po edhe marrëveshja Rama Meloni, që do të kthehet në një precedent për kryeministin e Bavarisë, i cili ishte shumë interesuar për me sjellë dhe emigrantë palishëm të mirë këtu. Kosto për një emigrant palishëm nga Britania e Madhe del më lirë në Shqipëri se sa në Ruanda. Prandaj duhet ndajmë prioritetet, jemi për ripopullimin e Shqipërisë apo siç themi neve riaddësimin e shqiptarëve dhe bashkimin e familjes shqiptare. Familja shqiptare është e ndarë në dysh. Në rast se ne arrijmë të bashkojmë familjen shqiptare, vendi do të prosperojë vetë. Po si do ta arrijmë ne këtë? Me një plan konkret ne kemi shkruar 50 faqe se si shqiptarët duhet kthehen nga jashtë brenda, duke formuar atë që quhet Ministria e Familjes, si një ministri kujdestare që do merret me implementimin e këtyre politikave. Gjithçka e kostuar, kemi nxjerrë me shifra sa nuk duhet vjedhësh që të vinë shqiptarët këtu. 5 vite, çdo shqiptar që do kthehet nga jashtë brenda nuk do paguaj taksa në rast se hap një biznes. Ne duam familjen shqiptare se udhëhiqemi nga 3 parime, pra Zoti, familja dhe kombi. Familjen e kemi numër 1. Në rast se e bashkojmë këtë familje, Shqipëria ka për të ecë përpara.